Termat çyryk, autik, bufkënete, hajdut, cube e kriminal nuk janë vetëm shkeljet e etikës publike apo thyerje të moralit politik. Ato janë erë ironie që ignorantët përdorin për të ngritur lart flamurin mobilizues në luftën për zhbllokimin e filtrave të falangave të krimit. Të vetmit që fyen me të drejtë janë personat ndryshe, sepse secili prej nesh në një mënyrë apo në një tjetër mund të jetë njëri prej tyre. U lëndua sedra një shoqërie nga një budallaj që s'pushon se ngacmuari as plagët e veta, fatkeqësisht, autik në sjellje edhe vet, Pabloku u ndaloi vrapin, u kthye aty ku ishte dikur dhe bëri atë që bën zakonisht një çyryk politik. I dëmtuar rënd nga trupi i vet politik, pasi 33 ministra ja ka prekur sëmundja kronike e hajdutërisë, i kalbur nga qëndrimi i gjatë në karrigen e pushtetit, ngriti duart lart dhe i futi gishtat në algoritmin për çmues të rrjeteve sociale për t'i kërkuar falje çdo autiku. Por familjes së madhe të çyrykëve, bufave, hajdutëve, cubave dhe kriminalëve, kësaj epopeje të sarkazmës së fshatit ton politik, Pabloku nuk i ulet në gjunjë. Ndryshe, filtrat e falangave të krimit do të bllokoheshin dhe zgjedhjet e 11 majit nuk do të mbeteshin një abord me çengela në mitrën e fasadës politike shqiptare. Tonet sulmuese, plot arrogancë dhe pa pikë ndjeshmërie, to ditë po eksplorojnë çdo vrim vote nëpër konturet e piramidës së sharjeve, të stërpikura kudo me ujin e bekuar të përçmimit. Votat këtë herë po blien edhe me meme. As pak nuk ka çfarë të bëj pasi secili prej tyre është në rregull me ligjin. Në fund, si gjithmonë, të gjithë fitojnë dhe në parlamentin e ri do kemi sërish edhe çyryk, autik e bufa, por edhe hajdut, cube e kriminal. Më thoni pra, çfarë mund të bëjmë më tepër Edi Rama se sa të shpëtoj demokracinë nga vetja, sepse në fund të fundit të gjithë janë njësoj. Kostumet e qepura sipas rendit në listat e sigurisë asigurojnë veç pasiguri në debatin publik me monolog të zjarrt dhe mikrofon të thyer edhe pas 11 majit. Për aq kosa këtu pemët shkunden me erë ironie, kokrat i vjelin ata që qëndrojnë afër qeverisë.